Diaspora zgjolli të kthehet në vendlindje, këtë herë jo për të pushuar, por për të protestuar. Në mënyrë të organizuar me 10 automjete, bërritën në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit në Shkodër e më pas me destinacion final kryeqytetin. Kanë ardhur nga shtetet të ndryshme të Europës dhe shprehen të vendosur për të mbështetur kauzën e protestës për një Shqipëri ndryshe pa këtë klasë politike. Ne vim nga Italia, nga Anglia, nga Gjermania, nga Belgjika, nga gjitha ne. Po shqiptarët këtu, ku janë? Ku janë administrata? Ku janë populli thjesht? Pse s'bashkohen me ne, po bëjmë durga huga. Gjithë duhet të shkojmë bashkë. Jemi gjithë shqiptarë për një flamur. Ne kemi qenë ata të protestës jenarit, vjetorit në -10 gradë, 12 gradë. Gjithmonë që atë dhe u flet, gjithmonë që nevoja flet, diaspora është këtu. Do të ka qenë, do të jetë dhe pse larg fizikisht, me zemër, me mendje, me shpirt, kemi qenë, do të jemi dhe do të vazhdojmë që të jemi. Vi nga Gjermania, nga Mynyu e Gjermanisë, jemi sot këtu për t'i dhënë mbështetje gjithë atyre trive që sot që gjatë 20 ditëve ndodhin në Tiranë dhe për t'i dhënë një mesazh qartë qeverisë që ka ardhur momenti për t'i dhënë Shqipërisë atë që meriton, për t'i dhënë Shqipërisë një parlament të zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partisë. Ka 36 vite që na qeverisin në mënyrë jetë drejtë. I kanë largu, e kanë shpopullu Shqipërinë. Kemi ardhur me bashku zdanin me qendrështarët, me i largu nga pushteti ato që po largojnë shqiptarët, që ka 36 vite që i largojnë e që vazhdojnë të largojnë shqiptarët. Ta çojnë vendin në zgjedhje dhe të ndryshojmë kodin elektoral nga kod elektoral proporcional në kod elektoral proporcional kombëtar, i cili garanton dhe bën të barazvleshme votën e çdo shqiptari, nga Saranda në Tropoj, nga Korça në Shkodër. 2. Duhet him me listat hapura, sepse ajo çfarë kemi parë tani këto çojnë jeni çerë, këto çojnë shërptor në parlament, të cilët çojnë kartona dhe ulin kartona, edhe kur votohen në parlament ligje, të cilët janë në dëm të shoqërisë dhe dheut. Ne duhet çojmë në parlament deputet të cilët kanë principe dhe moral, deputet të cilët munden me na kthy parlamentin parlament vlerash në parlament funksional, sepse ajo çfarë kemi parë 36 vite nuk është eksakt çfarë shërben dheut. 3. Duhet të garantojmë që numërimi të bëhet elektronik dhe jo ma me fanatik partizan partish të cilët ne deformojnë zgjedhjet dhe kemi pa përçudnim zgjedhësh në 36 vite. Me flamujt kuqezi ata marshuan edhe në rrugët e Shkodrës, duke ftuar sa më shumë qytetar që t'i bashkohen protestës në kryeqytetin shqiptar.